kjo ka qenë në rastin vitin 2014. Por lëvizja vetëvendosja e ka pranuar atë princip. Na mos të këshim pranuar atë princip, po të kallëzoj diçka, ja këshum bloku derën Kadri Veselit. Këshum thonë nuk ka ky drejt mos gjedh, sepse Po kur e keni sulmu Jakobsonkën, keni mujtë edhe Kadris me ja bloku derën. Jo, po nuk ka qenë kjo çësia jonë. Në momentin që e kemi kuptu që rregulla e lojës është tjetër, ne ju kemi përshtatë rregullës lojës. Deri kur i kemi fituar zgjedhjet. Apo kupton? Tash partitë opozitare çka po bëjnë? Ato po dalin në pozicionin e mëparshëm para se me ndryshu rregulla e lojës. Që kjo menej që është dallimi që nuk e kom dëgju si argument kështu në për studio televizive, po menej që është shumë i rëndësishëm, sepse kjo është edhe mënyra institucionale e shtendërtimit. Ti je me një situatë nështë atë paqartë, nështë nuk ka norma juridike për me sqaru deri në fund atë situatë, dhe kur sheshohen gjitha instancat, edhe te e ki ma të qartë rrugën, atëherë përshtatësh me këtë. Kjo, për shembull, e vetëvendosjes këtë vit, është që ne mës miri, edhe është e shëndetshme me për demokracinë në Kosovë, mos me përzi konstituimin e kuvendit me konstituim të qeverisë. Kjo është një princip i ri në shoqërinë tonë. Apo kupton, çka po mundohemi me inauguru ne. Kjo është përpjekje për me inauguru një princip të ri në shoqërinë tonë. A është mira keq? Unë po të them që besoj kam argumentet e shëndosha që është shumë pozitive për Republikën e Kosovës nëse kjo ndodh. Për shembull, nëse për konstituim të kuvendit nuk kemi kërkush nuk kundërshton, ndërsa për qeveri e vendosni zotin Kurti, e vendosni për ballë sfidës, nëse po mendoni që nuk i ka numrat, urdhroni, e keni mundësinë e konstituimit të kuvendit, argumentoni nëse i ka numrat ajo, po nëse po spekuloni pa e çu deri në çat fazë, mërej që kjo vetëm... Seriozisht po mendoni që ka logjik që penoj argumente që i kemi votat për qeveria si kemi për kuvenda? Po mos harroni, kuvendin kogja shumë është të e bloku mbajtja hapur e postit të kryeparlamentarit. Apo jo? Që i bjen që nisma kishë lëshu 5 sikur të kishë qenë jashtë lojës... Jo, po ishtë zgjidhë situata atë. Posti kryetarit kuvendit. Domthonjë atëherë kemi dy mundësi. Ose ta bëjmë qeverinë me këta numrat që janë, për derisa unë e pranoj që numrat janë të ngushtë, sepse tri subjektet... A, të ngushtën, po? Jo, janë të ngushtë si ekzistencë. Atje, domethënë, me kënd ne jemi të vullnetshëm ta bëjmë qeverinë dhe këtë e kemi hasë edhe pe palës tjetër. Në këtë rast po flas për zotin Limaj, për shembull. Por për të tjerët, të ngushtë janë për një arsye objektive, sepse tri partitë më të mëdha, vetëvendosja, PDK-ja dhe LDK-ja, nuk po kanë një mundësi ta krijojnë një platformë të përbashkët të qeverisjes. Kjo për arsye se LDK-ja na kundërshtoi 2 herë, ne 2 letra ja drejtuam kryeministri Kurti, kurse nga ona e vetëvendosjes nuk ekziston vullneti jon për një koalicion me PDK-n. Atëherë numrat që kanë mbetur këtu janë vërtet ngushtë, nëse i përjashtoni këto 3 opsione.